sa shihni urgjencën e kalimit prej ekonomisë lineare në atë qarkore? Kosova është një ndër shtetet më të ndotura në Evropë. Se specifikisht keni identifikuar nevojën për reciklimin e rrobave në këtë rast? Problemet mjedisore ka shkaktuar moda shpejt. Sa janë disa një portfolio produkteve që ju tash i keni në dispozicion me i kthy prapë në treg? Tulla, këto ploshë, si theme, që përdoren në industrinë e ndërtimit. Ne jemi në proces të patentimit të këtij produkti. Ne i grumbullojmë, i pranojmë rrobat dhuruara nga qytetarët. Mjafton që trashëgimtarëve tonë të lojmë një vend të pastër dhe të gjerë. Përshëndetje nga unë Diana Lusha dhe mirë se vini në podcastin Diana Storit. Sot jemi në qytetin e Fejës, konkretisht në qendrën e riciklimit të rrobave, ku jemi me mysafir Urem Xharavina, i cili njëkohësisht është edhe drejtori ekzekutiv i organizatës mjedisore Rilindja e Gjelbër. Urem, mirë se vjen në podcastin Diana Storis edhe faleminderit për kontributin tanë që po e jap në këtë aktivitet. Mirë se vini në ambientet tona të punës të riciklimit të rrobave të vjetra. Faleminderit juve për hapësirën edhe kohën që keni ndosur për neve. Urem, para se më nis me fol për organizatën fillimet e Rilindjes Gjelbër, unë kisha dashur fillimisht ju si aktivist, fillimet e juaja. Kur e keni identifikuar nevojën që kohën për kushtimin kapacitetit juaja dëshironi me ja dhënë mjedisit? Ne si organizator kemi filluar si iniciativë qytetare në vitin 2012 në organizimin e aktiviteteve të pastrimit të mbeturinave në qytet brenda një dite. Të njëjtën aktivitete kemi zhvilluar në 2012, 2013, 2014, por në atë kohë së bashku dhe me shokë tjerë, me kolegët tjerë, vërtetëm që mjedisi ka nevojë shumë të tepër angazhim se sa një ditë pune. Dhe pra qëllim regjistruam si organizatë qeveritare në vitin 2014 dhe që nga atëherë kemi zhvilluar shumë projekte që ndërlidhen me mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm, kryesisht fokusuar në ato elementet bazike të mjedisit, siç është uji, ajri, toka, por edhe biodiversiteti dhe menaxhimi i mbeturinave. Tash pas periudhës 2014, tash është më shumë se një dekadë. Sa është konsoliduar aspekti i fushveprimit të organizatës juaj që ka filluar me, nëse nuk gaboj, Let's Do It Peja, fillimisht ka qenë regjistruar, tash si Rilindja e Gjelbër. Ku ka qenë fokusi fillestar edhe tash sa është mbulueshmëria e juaj? Po realisht na jemi e njëjtë organizatë, njëjti qëllim i organizatës, pavarësisht se emri ka ndryshuar në 10 vjetorin e themelimit të organizatës nga Let's Do It Peja në Rilindja e Gjelbër. Edhe arsyeja pse është ndryshuar emri ka qenë paqartësia e shumë partnerëve tonë në aspektin gjeografik, sepse ne emri shndron te Peja dhe shpesh kemi pasur mosparveshja apo keqkuptime kur shkoshim në komuna të tjera. Dhe për ato e kemi qenë dhe të detyruar në farë forme ta ndryshojmë emrin, por fokusi ka mbetë gjithmonë në mbrojtjen e mjedisit, por çka kemi shtu gjatë kësaj periudhe, gjatë rrugtimit, është që e kemi dhënë një fokus shumë më të madh në menaxhimin e mbeturinave dhe konceptin e ri të menaxhimit të mbeturinave, duke futur edhe ekonominë qarkore si një koncept i ri në këtë drejtim. Kur jemi te ekonomia qarkore, unë e di që projekti më i freskët dhe më konkret i juaj është qendra e riciklimit Sereq. A mundi me na fol pak për konceptin e Sereqit fillimisht, akronimi për çka qëndron, edhe cilat aktivitete të konceptit të ekonomisë qarkore ju i realizoni? Cilat janë aktivitetet e Sereqit? Po, si koncept, ekonomia qarkore ne kemi filluar ta promovojmë herët që nga viti 2018 me aktivitete dhe projekte të ndryshme, por në vitin 2021 menduam që të bëjmë diçka konkrete, diçka të prekshme, dhe për këtë arsye e zgjodhëm sektorin e tekstilit që të promovojmë aspektin e aplikimin e ekonomisë qarkore nëpërmjet këtij procesi ku futet edhe procesi i ripërdorimit,
reduktimit, ridestinimit, rimodelimit dhe ridizajnimit të rrobave të përdorura të tekstilit. Po ashtu edhe të tekstilit të hudhur, që ndryshe quhet si mbeturin, cili ndodh nga industria, mbetjet industriale, por edhe nga mbetjet post konsumatorit. Pra në terma thjesht, konceptin e ekonomisë qarkore, jo e keni praktiku përmes riciklimit të rrobave, që jeni njëna prej iniciativave jo të shpesha. Me sa di është edhe një iniciativë tjetër që konkretisht mirët me grumbullimin, përpunimin e second hand e teshave, dhe ju jeni ndërta që tash praktikisht po e konceptin e ekonomisë qarkore, po e aplikoni në grumbullim të teshave, riciklim, ripërdorim. Unë e di që jeni edhe me profesion, jeni ekonomist. Sa ka ndiku shkollimi ose prapavia juaj akademike në idenë e tranzicionit nga ekonomia lineare në atë qarkore? Në kohën kur ne kemi studiuar ekonominë atëherë, koncepti i ekonomisë qarkore ka qenë i panjohur. Është një koncept i ri që ka filluar viteve të fundit paraqitet edhe të zhvillohet në Evropë, dhe në Kosovë është shumë i ri, dhe ne, që përmendet edhe ju, përveç iniciativat e tjera që ka, ne mundohemi që këtu të mbyllim qarkun e plot të tekstilit, duke i grumbullu, duke promovu idenë ripërdorimit nëpërmjet dyqanit të rrobave të përdorura, ridizajnimit dhe rimodelimit të koleksioneve cilat përgatiten së bashku me nxënësit e shkollës së arteve. Po ashtu punohen çanta të ndryshme, rimodelohen, dhe ne kemi këtë procesin e riciklimit. Çdo gjë që nuk mund të ripërdoret paraprakisht, rimodelohet, ridizajnohet, shkon në procesin e riciklimit dhe asgjë nuk hudhet. Këtu është ideja, zero mbetje gjatë gjithë procesit se mbyllet qarku. Dhe si ekonomist, ne kemi po atë mënyrën dhe formën që nga beturinat mund të përfitohet. Dhe për atë po mundohemi që të promovojmë dhe të shtyjmë përpara konceptin e ekonomisë qarkore, që shumë bizneset e tjera mund të përdorin këtë koncept dhe cili mund të sjellë përfitime të shumta, jo vetëm në aspektin ekonomik, por edhe mjedisor, social, e të tjera. Sa shëni urgjencën e kalimit për ekonomisë lineare në atë qarkore, marrë parasysh edhe profilin e juaj akademik, po dhe gjendjen sot në vitin 2025, gjendjen e mjedisit. Sa është urgjenca që me fillu si në shkolla, apo si edhe në praktikën në industria e bizneset me kalu në ekonomi qarkore? Urgjente, duhet vepruar me njëherë, nuk duhet pritur, sepse në mbrojtjen e mjedisit si Kosovë, si shtet, nuk qëndrojmë mirë, sidomos në pjesën e menaxhimit të mbeturinave, edhe pse ka disa ndryshime, por janë shumë të vogla dhe jemi shumë bas në këtë drejtim, dhe fatkeqësisht në bazë të disa hulumtimeve ndërkombëtare që mbo, Kosova është një ndër shtetet më të ndotura në Evropë. Prandaj është urgjencë, duhet fillojmë të veprojmë menjëherë të gjithë aktorët, jo të shoqëria civile, institucionet publike, duhet ta marrin rolin udhëheqës në këtë drejtim. Akademia, duhet që të krijojmë mundësi studentëve, nxënësve që të shprehin kreativitetin e tyre dhe të zhvillojmë inovacionin në menaxhimin e mbeturinave, po ashtu edhe bizneset që të përfitojnë nga këto iniciativa që vijnë nga shoqëria civile, nga institucionet shtetërore dhe nga akademia. E qartë, pra është një rrjet i palëve të interesit se që do të mu përfshin këtë industrinë e ekonominë qarkore, të fillu prej institucioneve publike, shoqërisë civile, bizneseve, për dhe shkollave që duhet më angazhu në këtë drejtim. Në mesën e shumbetjeve që janë në Kosovë, pse specifikisht keni identifikuar nevojën për reciklimin e rrobave në këtë rast? Sepse ka mundësi
të zgjidhjes më të mëdha se sa disa nga mbetjet tjera. Mund të, siç e përmenda më herët, mund të ripërdoren nëpërmjet shitjes rrobave të përdorura, mund të ridizajnohet, nga këto rrobat e vjetra mund të përdoren dhe krijojmë koleksione të reja, mund të krijojmë produkte të reja, por siç edhe kemi bërë na, mund të ridestinohet. Tekstili kryesisht prodhohet për veshjet njerëzve, apo jo. Në këtë rast, nëpërmjet kësaj zgjidhjes që kemi bërë, është një ridestinim që përdoret në industrinë e ndërtimit. Që tekstili ka shumë opcione për të zhvilluar matutje, edhe pse mbeturina tjera nuk janë pa opcione, po ne kemi marrë to ndoshta për me tregu dhe me promovu ma shumë palëve tjera që është e mundshme të bëhet edhe riciklimi në Kosovë. Edhe ndikoni, se që pash edhe me një hulumtim të fundit, 4.8 deri në 5% e mbetjeve komunale janë prej tekstilit, në këtë rast edhe ndikoni në ndikimin mjedisor, domethënë e minimizoni ndotjen nga rrobat. Urem, cilat janë disa prej produkteve që ju arrini me i përpunu ose me i rikriju për shitje dhe që shkon procedura prej fillimit momentin që ju i merrni, i grumbulloni rroba, që shkon procedura dhe sa janë disa një portfolio produkteve që ju tash i keni në dispozicion me i kthy prap në treg. Duke përfshirë edhe tulla këtu që i përmende, që mund më përdor për izolim, mund më përdor për muret brendshme, sa janë disa nga produktet e tjera që ju jeni në gjendje me i ofru për tregun, edhe që shkon procedura për grumbullim. Prej fillimit, domethënë prej momentit që merrni një mbetje deri në koleksionim, ndarje, ripërpunim, që shkon procesi? Së pari, ne i grumbullojmë, i pranojmë rrobat dhuruara nga qytetarët. Kemi 7 pika grumbulluese në Prishtinë, 2 kemi këtu në Pe dhe 1 në Gjakov, që do të vendosim gjatë këtij muaji. Po njëkohësisht edhe kemi edhe këtë pikën tonë këtu të qendrës, ku qytetarët të Pes drejt për drejt i dhurojnë këtu. Kombas kohë edhe shumë biznese përpunuese të tekstilit na thrasin dhe i sjellin tekstilin e mbetjet të tekstilit në këtu. Pastaj fillon procesi i selektimit, sortimit. Ato rrobat cilat kanë një cilësi të mirë, pastrohen matutje dhe përgatiten për shitjen në dyqanin e rrobave të dorës së dytë, në këtë hapësirë ku dhe jemi tani. Në këtë dyqan ku jemi tash. Ku njëkohësisht mund të avreni edhe interieri që është përdor i gjithë nga mbeturina. Çfarë materiali specifikisht është përdor për këtë hapësirën vertikale, kështu muret improvizore? Karton, që zakonisht hudhet, mund e gjeni shpesh në për kontener mbeturina, por ne kemi shfrytzuar si material për interier, po ashtu edhe këto kutija të pemëve që po shihen këtu, shpesh i shohim mbeturina, ne kemi shfrytzuar dhe i përdorim këtu. Pas këtij procesi, një pjesë e tyre në bashkëpunim me nxënës të shkollës ridizajnohen dhe bëhen disa koleksione të modës. Javën e kaluar kemi bërë prezantimin e koleksionit të tretë të modës të prodhuara nga rrobat e vjetra dhe njëkohësisht rimodelohen disa rroba ku krijohen disa çanta apo tote bags që i thonë tash me këtë terminologji të re, dhe gjitha ato çka nuk mund të përdoren shkojnë në procesin e riciklimit dhe mund të prodhohen këto tulla, këto plloshe, si theme, që përdoren në industrinë e ndërtimit, si tulla, zëvendësimi tulla klasike, të prodhuara nga argjila, që nëse këto aplikohen, atëherë zvogëlohet nevoja e përdorimit, shfrytëzimit, eksploatimit të mineraleve dhe burimeve natyrore. Përdoret për izolimin e nxehtësisë, energjisë, po ashtu për izolim të zhurmës,
por njëkohësisht edhe për dekor ku mund të përdoret në studio të ndryshme, në dyqane, ku diune, restorane, kafeteri e tjerë. Dhe e fundi që ka mund të përdoret është edhe në industrinë e mobiljerisë mund të përdoret për prodhim të produkteve të ndryshme. E qartë. Urim, ju e përmend që disa e përmend edhe e shpjegut procesin se që shemeni qoftë prej qytetarëve, qoftë edhe prej industrisë, mbetjet e tekstilit dhe i sortoni, klasifikoni ato që janë të përdorshme në këtë dyqan, i shqitni po ato që nuk janë të përdorshme. Në rastin konkret, ju i përpunoni dhe vjeni deri te ky produkt. Po më intereson sa kohë merë krijimi, punimi i këtij produkti edhe çysh është ndërtuar, çfarë përbërës ka në këtë produkt, në këtë rast në këtë ull, që pas ka shumë funksione. Me kohës mund ta them ndoshta minuta. Që shkon procesi se më the edhe para intervistës që vetë je i angazhuar me Po, drejt për drejt. Punimin e këtyre tullave. Bëhet selektimi, ato rroba, ai tekstil që nuk mund të shfrytëzohet në proceset paraprake, ajo që ka mbet, është shkon në procesin e pastrimit, ku hiqen pulla, zinxhir apo çfarëdo materiali tjetër që nuk është tekstil, hiqen paraprakisht, pastaj shkojnë në procesin e ndarjes së ngjyrave, varësisht prej nevojës se çka do të prodhojmë. Nëse i duam të kemi një ngjyrshë, atëherë duhet t'i ndajmë sipas ngjyrave, apo edhe sipas materialit, përbërjes, pamuk, lesh apo materiale të tjera, bluhen. I keni makinat e posaçme që Po, shkojnë në procesin e blurjes, dhe kemi zhvillu vetë një ngjitës, i cili është organik, me përbërje 100% organike dhe me origjinë bimore, nuk ka ndonjë kemikat apo ndonjë përbërje shtazore, dhe pastaj shkon në gjithë procesin procesin e krijimit të forma, formësimit, tharjes dhe kontrollit teknik, apo them ashtu cilësisë në fund. Edhe për tharje i keni makinat e posaçme apo në mënyrë natyrale thahen këto produkte? Ne këto prodhojmë më shumë në teknologji apo makineri e cila është, më thonë, provuese, testuese. Nuk kemi shku ende në fazën e prodhimit industrial, është prodhim i vogël, po prototip të ashtu, dhe jemi në proces të patentimit të këtij produkti. Në momentin kur ta patentojmë, atëherë do shkojmë edhe në shikojmë mundësitë e investimeve të jashtme për me e kriju, me fut në proces industrial. E qartë. E përmende që përpos që i prodhoni këto produkte dhe jeni tash në gjendje pas një kohë caktuar edhe me i qitë në treg për shitje, ju keni bashkëpunim qoftë me qytetarë që vinë në mënyrë vullnetare, qoftë me industritë e ndryshme, më intereson mbulueshmëria gjeografike. Sa keni mbulueshmëri edhe ju e përmend që në Prishtinë, në Pej, edhe keni me hap frip edhe një pikë për grumbullimin e mbetjeve të rrobave edhe në Gjakov. Pse fokusi juaj për momentin është vetëm në këto 3 qytete? A është pjesa e sfidave të kapacitetit financiar, logjistikës, ku qëndrojnë sfidat e juaja që ju më ushtri gjeografisht në gjithë territorin e Kosovës? Është problemi logjistik në rend të parë, dhe logjistika natyrisht mbuluhet nga problemet mundësitë financiare, se kur i ke financat i ke edhe logjistike, nuk është problem. Pse nuk jemi në tërë Kosovën, është që, si që thash, jemi në proces të vogël, jemi testus, provus, dhe në momentin kur jemi në fazën industriale, atëherë mund të ambulojmë gjithë teritorin e Kosovës. Dhe atëherë do të jemi në gjendje të ta zgjidhim problemin e mbeturinave të tekstilit në përgjithësi në Kosovë, e cila përbën, si që përmendë ju në fillim, është diku rreth 5%. E qartë. Kur jemi te pjesa e angazhimit të qytetarëve dhe palëve tjera të interesit, unë jam e interesuar me ditë përmendta më herët që keni bashkëpunim me shkollat publike, me këtë shkollën që gjendet këtu afër, dhe kanë mundësinë që ato konceptet e ekonomisë qarkore me i praktiku
në këtë pjesën e punishës tek kjo. Me cilat shkolle, çfarë niveli të institucioneve keni bashkëpunim, edhe nashta marrëveshje mirë kuptime që ata mund me ardh te ju edhe mi praktiku konceptet e ekonomisë qarkore. Sa përket tekstilit, ne bashkëpunojmë me shkollën e arteve Odise Paskali këtu në Pej, për arsye se ata kanë edhe drejtimin e tekstilit, dizajnin e tekstilit. Çfarë niveli është shkolla e mesme? Shkolla e mesme, shkollë profesionale. Dhe prandaj edhe jemi të vendosur këtu, po njëkohësisht bashkëpunojmë edhe me disa universitete, cilat e kanë drejtimin e modës, dhe aty mundohemi të promovojmë idenë e modës së qëndrueshme, sepse problemet mjedisore ka shkaktu moda shpejt, ku sot e blejmë një robë edhe me çmim të lirë dhe nesër e hullim, dhe kjo ka shkaktu këtë problematikë mjedisore. Mentaliteti konsumues. Prandaj, me studentat e fakulteteve mundohemi ta promovojmë modën e qëndrueshme. Sa përket ekonomisë qarkore, na bashkëpunojmë aktualisht jemi aktiv në 3 komuna, në Prishtinë, Gjakova dhe në Pej, ku bashkëpunojmë me institucionet komunale, por njëkohësisht kemi bashkëpunim shumë mirë edhe me nivelin qendror, me agjencionin e mjedisit, departamentin për menaxhim të mbeturinave, por edhe departamente të ndryshme të institucioneve qendrore që kanë të bëjnë me ekonominë në përgjithësi, por edhe me ekonominë qarkore në veçantë. Ja dhe jashtë intervistës ju e përmend, do kisha dashur edhe këtu për audiencën ata shikues e dëgjues që po na përcjellin, ju përpos që e bani grumbullimin e rrobave, keni edhe këtë komponentën e edukimit të nxënësve të studentave, përpos këtyre aktiviteteve ju e promovoni edhe modën e qëndrueshme, në këtë rast e di që keni evente të ndryshme vjetore që ju e promovoni. Në këtë rast studentat që i punojnë ato veshje, i ridizajnojnë, ju i keni edhe i promovoni tek qytetarët dhe palët të ndryshme të interesa. Moni më na fol më shumë për këtë pjesën e modës së qëndrueshme, se çysh i përfshini studentat konkretisht edhe çfarë programe organizoni në baza vjetore. E di që frikë keni pas një event për ekonominë qarkore dhe ka qenë një mundësi që ndërmarrjet bizneset e ndryshme, studentat me u përfshirë, mi prezantu idetë e tyre në fast fashion edhe në slow fashion, këtë rast në qëndrueshmërinë e modës edhe me u përfshi në promovimin e kësaj mode të qëndrueshme. Po, si që theksova më parë, është viti 3, mërtet është koleksioni 3 që së bashku me nxënësit e shkollës së arteve e kemi zhvillu. Koleksioni parë si teme ka pas dhe si material bazë ka pas materialin e gjinsave, famerkave, ndryshe. Pjesa dytë, koleksioni dytë për bazë ka pas materialet e pambukut dhe krimi me shirita. Dhe kjo e treta është material të ndryshëm, viskozëve përdor për koleksioni flutra. Tash, ne nëpërmjet projektit ton, i kemi mundësu nxënësve që edhe në to hapësirat tona janë të vendosura makinat qepse, por edhe disa makina tjera, po ashtu edhe në hapësirat të shkollës janë të vendosura disa pajiset e tjera dhe angazhojmë dizajnerin e modës, cili punon gjatë tërë kohës me nxënës dhe zhvillojmë to koleksione të modës, të cilat prezentohen në panajire të ndryshme, në fashion nights të ndryshme që organizohen në Kosovë, po dhe jashtë Kosovës, ekspozita të ndryshme e tjerë. Është viti 3 si vjet që kemi marrë pjesë në Prishtina Fashion Night, ku prezentohen këto koleksionet modës, punuar nga nxënësit, dhe është hera parë si vjet që ne si organizat kemi organizuar dhe panajirin e ekonomisë qarkore, ku kanë marrë pjesë mbi 25 biznese dhe organizata në Kosovë që në një farë forme aplikojnë parimet e ekonomisë qarkore dhe ka qenë diçka unike në jo vetëm Kosovë, po dhe në rajonin e Ballkanit dhe shpresojmë në bazë këtij suksesi që kemi pas si vjet që të vazhdojmë edhe në vitin e vim të organizojmë panelin e ekonomisë qarkore dhe jo vetëm të jetë i nivelit
në nivel të Kosovës, por shpresojmë ta organizojmë edhe në nivel ndërkombëtar. Të ftojmë edhe ndërmarrje dhe kompani të ndryshme që aplikojnë në parimet e ekonomisë qarkore. Punojmë përgjithësi, përveç asaj që aplikojmë drejt për drejt vetë, mundohemi që të promovojmë dhe të edukojmë, edhe njëkohësisht punojmë edhe në avansimin e politikave të shtetit në krijimin e kushteve më të mira të bërë biznes dhe aplikimit me parimet e ekonomisë qarkore. Unë po besoj, po gjithsesi për konfirmim, po e marrë edhe konfirmimin e ju me qenë se këtë vete edhe keni organizu panairin për promovimin e ekonomisë qarkore. A ka pas kriter ose kush ka mujt me participu, me marrë pjesë në këtë panair? Gjitha ndërmarrjet e reja, iniciativat biznesore, kush ka mujt me participu edhe kush mundet ta shëtutje me participu, edhe me qenë se keni marrë pjesë në këtë panair, se keni pa efektin e këtij panairi, a mendoni se ka vedi në Kosovë për konceptin e ekonomisë qarkore? Nuk është problemi vedi, është problemi të mungesës së informacioneve që qytetarët edhe bizneset e Kosovës e kanë. Kriteret nuk ka kriteret repta në këtë drejtim, përveç asaj që duhet ta kesh një ndër parimet e ekonomisë qarkore, ta kesh parimin e ripërdorimit, reduktimit, riciklimit apo ridestinimit të mbetjeve dhe promovimit të saj, përkrahjes, për shembull në panel kemi pasur edhe disa institucione financiare, të cilat ofrojnë kredit, leta të buta për bizneset të cilat aplikojnë ekonominë qarkore, kemi pas nga institucionet arsimore, të cilat kanë komponentën e edukimit në ekonominë qarkore dhe këtë modën e qëndrueshme. Pastaj kemi pasur organizata të ndryshme jo qeveritare, të cilat punojnë dhe promovojnë ekonominë qarkore në forma të ndryshme, edhe biznese të sektorëve të ndryshëm, nga bizneset të mëdha, bizneset të vogla dhe mikro, që disa kanë beturinat e tekstilit, disa kanë beturinat e qelçit, plastikës, metaleve e tjerë. Më thonë është gjithë përfshirës. Kurimi të ekonomia qarkore, jam e interesuar edhe për vete, edhe për audiencën të bazuar në përvojën tonë. Sa që keni bashkëpunim me shkollat e mesme me universitete. Ku e shihni, a është problemi tek vetdia, thave që kena mungesë në qasjen informacion, ku janë sfidat më të mëdha në promovimin dhe në praktikimin e ekonomisë qarkore në Kosovë? Ku shihni pengesat më të mëdha në Kosovë për praktikimin ose prej kalimit të ekonomisë lineare në atë qarkore? Është infrastruktura e doptë nëpër shkolla, është sfidat burokratike në shtet, ku janë ato sfidat që ju i shihni pengesë që bizneset me kalu në ekonomi qarkore? Pengesa si këshna quaj, po më shumë këshna quaj si sfida, cilat ne si shoqëri duhet të punojmë, dhe një ndër kryesorët është krijimi i një infrastrukture më të lehtë dhe përkrahëse për bizneset dhe për iniciativat të cilat vinë nga bizneset, të cilat vinë nga shkollat, nga organizatat, nga individët, që kanë një inovacion, një zgjidhje në menaxhimin e mbeturinave apo ndonjë riciklim apo ripërdorim të ndonjë mbetje specifike. Si shtet, ndoshta institucionet publike mund të krijojnë mekanizma, instrumente të ndryshme përkrahëse, për incentiva, apo çfarë do lloji, çfarë do formi tjetër, që të përkrahin këto inovacionin, kreativitetin që vjen nga akademia, inovacion që vjen nga bizneset tjera. Këtu kemi atë problematikën që duhet ta krijojmë fillimisht. Në rastin e Sereq, pak më herët e përmend qendrës së ricikluesin këtë rast rrobave që njëna prej sfidave është edhe aspekti financiar. Po prej faktorëve të jashtëm, cilat janë disa prej sfidave që ju pengojnë me pas mbulueshmëri në tanë Kosovën? Është aspekti logjistik që përmendëm.
në mungesë të mjeteve financiare, është problematik organizimi i logjistikës. Kërkon një logjistik, një infrastrukturë shumë të madhe. Për më u zhvillu ky aktivitet në tërë Kosovën. Prandaj jemi të koncentruar vetëm në disa qytete me kapacitete shumë të vogla. Një përfshirje, një zhvillim në tërë Kosovën do të kërkonte investime shumë të mëdha, po ashtu do të kërkonte edhe incentiva, lehtësira të ndryshme që shteti do duhej t'i krijonte dhe për momentin kemi mungesë të përkrahjes ligjore në këtë drejtim. Duhet të krijojmë një kornizë më përkrahëse ligjore dhe administrative, eliminimin e procedurave burokratike, cilat ne kemi qoftë në nivelin lokal apo në nivelin qendror, dhe ka elemente pika në fusha të ndryshme cilat duhet t'i prekim dhe duhet t'i zhvillojmë atutje, t'i përmirësojmë që të krijojmë një ambient më të përshtatshëm për bërë biznes në këtë fushë. Përkundër sfidave që janë burokratike, financiare, logjistike, sa dhe me staf jeni me një numër të kufizuar të stafit që praktikisht po operonin në këtë industrinë e modës së qëndrueshme. Përkundër këtyre sfidave, deri tash unë e di që janë ndoshta në shifra simbolike ato mbetje të rrobave që keni arrit mi mbledh e mi reciklu, po nëse keni projekcionja muj me e ditë se deri tash sa keni arrit me mbledh, me grumbullu rroba të përdorura këto në qendrën e riciklimit. A keni projekcione sa keni arrit deri tash me ndiku në minimizimin e ndotjes mjedisore prej rrobave? Ndikimi drejt për drejt nuk është shumë i madh, se si thash jemi kufizuar vetëm disa komuna, ato vetëm me kapacitet të vogël. Për shembull në qytet si Peja, i grumbullojmë diku 100 diçka kilogram gjatë një jave, po ne konsiderojmë që qyteti si Peja me 100.000 banor ka më shumë mbeturina, shumë më tepër, dhe ndikimi është i vogël, por është më shumë në aspektin vetëdijsues dhe ndërgjegjësues tek të rinjt, të rënë të parë, tek institucionet, por edhe tek bizneset. Kjo është edhe ideja e këtij projekti, ka qenë më shumë promovimi dhe vetëdijsimi se sa ndoshta vetë edhe krijimi, gjenerimi i hyrave nga ky projekt. Kur jemi te gjenerimi i hyrave, Sereci është një projekt goxha me impakt qoftë në aspektin e ngritjes vetëdijes, po qoftë në aspektin e ndikimit në mjedes. Paqëndrueshmëri financiare është problem që na fagjat projekti Sereci me qëndru. A keni ndonjë plan financiar strategjik se çysh mendoni me gjeneru hyra na fagjat që ky projekt me ka një qëndrueshëm edhe me mbuleshmëri më të madhe në tan Kosovën? Natyrisht kemi planet, kemi projekcionet për Po janë planët e ju janë 3 deri në 5 vitet e ardhshme. Zgjerimin e këtij projekti aktualisht me këto të hyra që i gjenerojmë, kryesisht i mbulojmë shpenzimet që zhvillohen, që shkaktohen gjatë operimit, qoftë për pagesën e qeras, qoftë për shpenzimet operative, pagesën e stafit, në tjerë, dhe natyrisht kemi planet për zgjerim në afatin e mesëm, brenda 5 viteve të ardhshme, mendojmë që të zgjerojmë në shumicën e qyteteve kryesore të Kosovës, duke i grumbullu rrobat që qytetarët na dhurojnë, por njëkohësisht të zhvillojmë edhe kapacitetet prodhuese, siç e thash, pas procesit të patentimit, mendojmë që të ofrojmë këtë model të biznesit tek investitorët, të cilët janë të interesuar me investu dhe me tutje ta zhvillojmë fasa.
besoj që keni me pas sukses, është edhe produktet janë goxha kualitative, po edhe vetë fakti që qytetarët kanë me qenë ende hala ma të vetëdijshëm për impaktin pozitiv që kanë mjedis duke përdor këto produkte, besoj që ka me qenë edhe të mirë të qytetarëve, po edhe të mirë të organizatës që me pas qëndrueshmëri afatgjatë financiare. Se për momentin ju vetë se keni vetë qëndrueshmëri dhe arrini momentalisht me imbulu shpenzimet e projektit. Po, është riciklimi i tekstilit nëpërmjet kësaj forme është me përfitim të shumëfisht, sepse përveç asaj që redukton apo zvoglojmë mbeturinën e tekstilit, njëkohësisht kjo zaventson në një produkt tjetër. E zaventson stiroporin për shembull që përdoret, që vendoset si mjet izolues, i cili është i punuar nga kemikalet dhe ka një ndikim shumë negativ në mjedis. Kështu nëse ne arrim të zvoglojmë nevojën e përdorimit për shembull të stiroporit apo të produkteve tjera izoluese që kanë ndikim negativ në mjedis, atëherë është përfitimi i shumëfisht. Jo financiarvesh, por edhe mjedisor. Se këtu është edhe qëllimi jonë kryesor i organizatës, ta kemi ndikimin pozitiv mjedisor nëpërmjet përfitimit ekonomik dhe social. Urojm deri tash folëm për fushëprimin e organizatës këtë rast të Rilindjes Gjelbër, po edhe në kodër saj edhe projektit Sereq. Po më intereson edhe në nivelin personal. E di që jeni edhe prind, edhe bashkëshort, në aspektin personal si qytetari thjesht, ku e shihni rolin tuaj në kontribuat në çështje mjedisore, edhe në Kosovë mendoj që mungojnë modelet konkrete se çysh na mundna me ndiku në bazat ditore në ekonomi qarkore, në përditshmëri. Cili është modeli që mundohesh me përçu duke fillu prej familjes tone, në aspektin ashtu të edukimit në bazë të sjelljeve tua që i aplikon çdo ditë, po edhe ato shoqëri, sa janë disa nga praktikat e tua të përgjithshme që mundohesh me qenë miqësor ndaj ambientit edhe përkrahas ekonomisë qarkore. Po. Tash nëse nisim nga aspekti familjar, bashkëshortja ime është ekologe me profesion. Dhe shpesh për shumë çështje problematika mjedisore ne konsultohemi, edhe pse nuk punon drejt për drejt në mjedis, punon si drejtoreshe shkollës. Pastaj, cili është ndikimi i neve si prind tek fëmijët tanë, vajza është arkitekte dhe punon shumë në arkitekturën e qëndrueshme dhe arkitekturën e Gjelbërt. Djali po ashtu ka ndërtu një ndërmarrjet e tij, si ndërmarrja parë mjedisore e Gjelbërt dhe promovon përdorimin e teknologjisë informative në biznese për minimizimin e ndotjes mjedisore dhe disa softverave të ndryshme që punojnë më shumë në teknologjinë informative. Pastaj në rrethin pak më të gjanë, natyrisht kem ndiku në vetëdijsimin mjedisor dhe shpesh atë të afërmit e mi kur shohin ndonjë mbeturinë më thirrin telefon, unë që tu kish kështu ashtu. Dhe jam shumë i kënaqur se puna jonë ka ndiku sa do pak tek vetëdijsimi i rrethit familjar, rreth parë, madje rrethit shoqëror dhe përgjithësi në qytet. Promovimi i ndikimi i promovimit të ekonomisë qarkore është nëpërmjet asaj që ne thojmë që mbeturina ka vlerë. Ashtu që mos e voni. Është lëndë e parë. Është burim, është lëndë e parë që mund të prodhosh të gjatë. Më thonë, e ka një vlerë dhe mos e voni. Prandaj edhe është një thënie shumë e mirë që thotë, po thonë në anglisht, your waste is my treasure, që thotë mbeturina jote është pasuria ime dhe duhet ta trajtoj si të tilla edhe mbeturinat. Sepse mund të përfitojmë shumë nga ato, që njëkohësisht mund të bëhen produkte të tilla, apo ku di unë, nga mbetje të tilla mund dekorohen ambientet, inventaret të ndryshme, që shpesh janë edhe më të bukura se materialet e reja. Me qëllim e bona këtë pyetje se gjithë kur flasim për ekonominë qarkore, se që janë ritmisur me mjedisin, qytetarët, individët e shohin si një punë, si një projekt që është nashta jashtë kapaciteteve tyre ditore ose kapacitetit
intelektual ose financiar që mund me ndiku mjedis, po na edhe në baza ditore mund me qenë mitësor ndaj mjedisit, po edhe për krahas të ekonomisë qarkore. Mënyra shembull, në këtë rast ju që e keni interierin, që e keni dekoru me material, në këtë rast me letër ose edhe me kartona këtu, është mund në baza ditore pa pas nashta kapacitet mëdha financiare ose njohuri, ekspertizë me një përcaktuar me qenë mitësor ndaj ambientit. Po isha edhe këto karikat e vjetra këto që i keni përdor, është një formë që na mund me ndiku në ekonominë qarkore dhe me i përkrah këto bizneset që në këtë rast shesin karrige ose rendit të dorës dytë. Fiks. Plotësisht pajtona, ndoshta mund të them edhe një mënyrë tjetër që mund të ndikojmë pa pas ndonjë background specifik, në secilin nga ne në shtëpitë tona mund t'i ndajmë mbeturinat organike, mbetet që na teprojnë nga përgatitja e ushqimit, nga perimet, nga pemë të ndryshme që kemi, dhe ato t'i kompostojmë. T'i bëjmë si ushqim për lule, për kopshtet tona. Sepse konsiderohet që diku rreth mbi 50% të mbetjeve në Kosovë janë me origjinë bimore. Dhe nëse këto fillojmë t'i ndajmë, atëherë kemi minimizuar shumë mbeturinat cilat do të depozitohen më tutje në deponit sanitare. Kështu që të fillojmë me mbeturinat organike nga mbetjet e pemëve dhe perimeve dhe kemi bërë një punë shumë të madhe. Po. Nga këto veprimet vogla qoftë që përmendte pjesa e kompostimit prej mbetjeve organike ose edhe mënyra e blerjes, se çka blejnë, çish blejnë ose zhvillimi i konsumit, qashtën. sidomos atyre produkteve cilat nuk riciklohen, kështu që t'i zvogëlojmë, sidomos kemi problematikë të madhe me amballazhim. Aty është ndër probleme më të mëdha mjedisore, se ka përmbajtje shumë të plastikës, nailonit, stiroporit, që produktet të cilat shumë vështirë edhe riciklohen. Prandaj t'i zvogëlojmë konsumin e këtyre produkteve. E qartë. Urim para se me përmbyll intervistën, se jemi ka afrohemi drejt intervistës, një model, po menoj që për rini, për studenta, për gjithë ata që po na ndjekin, se çysh ke kontribuar, po besoj e përmend aty që idenë edhe punimin, domethënë anën praktike të këtyre tullave ju e punoni, po besoj që këtë anën e kreativitetit ju keni qenë, po besoj ai ideatori që interieri i zyrës me qenë në këtë rast i dyqanit në këtë formë. Jo, në thash që Qika është arkitekte dhe ajo ka dizajnu, edhe pse ka qenë si kërkesë të jenë produkt mbetje, dizajnim nga mbetjet. Kjo është edhe ideja. Është e punuar prej të tjerëve, jo të prej që kreativiteti është i gjonë. Që ka edhe dije mjedisore, qytetarët e thjesht, me një ide caktuar mund me kontribu në pjesën e promovimit të qenurit mitësor me ambientin, edhe promovimit të ekonomisë qarkore indirekt. Urim na natuar drejt fundit, edhe unë kisha dashur me gjithë musafirët para prag që i kom pas deri tash, na zakonisht kërkojmë prej musafirit që me dhanë një mesazh ose me përcjell një model caktuar se çka dëshironi ju me ndiku në mjedes, pozitivisht në mjedes. Cili është mesazhi juaj për gjithë ata që po na ndjekin edhe çka dëshironi ju me lanë mbrapa në shoqëri në aspektin e kauzave mjedisore? Është e thjesht, duaj vendin, duaj veten tënde, duaj natyrën dhe ruaj vendin për fëmijët tuaj. Kaq besoj që mjafton që trashëgimtarëve tonë që lujmë një vend të pastër dhe të gjelbër. Pa ta kemi një jetë cilësore pa i... Kjo është ftesa ime, apeli im që ne si qytetarë duhet t'ju lojmë fëmijëve tonë një vend të pastër dhe të gjelbër, jo të mbushur me mbeturina. Të jetojmë një mënyrë cilësore pa i cenu interesat e gjeneratave të ardhshme. Natyrisht ashtu. Urim faleminderit për kontributin edhe për bisedën që zhvillum në këtë rast që mundum që ekonominë qarkore përmes projektit Sereq me dhënë diskurs edhe informata konkrete se çish mundet me funksionu koncepti i ekonomisë qarkore. Faleminderit për kohën edhe kontributin tanë në këtë aktivitet. Faleminderit edhe juve për kohën dhe mundin që keni ardhur deri në pe. Faleminderit.